Do të shënojnë Sigal Prishtina fitoren edhe tresh në Super League apo Golden Eagle Lylli do t'ja ndërprejnë këtë super seri dhe të vazhdojnë poshtin e dy skuadrave më trofeshme të basketbollit ton pas javën e kaluar në poshti kampionët aktual Trepshën. Kjo mbetet të shihet pas 20 minutave të cilat kanë mbetur këtu në palestrën 1 tetori në duelin derbit së dielës mbrëma Xhiro 24-28 me 38, 10 pike përsi për Golden Eagle Lylli, i cili në pjesën e parë ka pas edhe e përsi prej 19 pikëve, mirë po në fund Sigal Prishtina duke i falenderuar lojës së mirë të Zakorit, Daniel Lekëndrejait dhe Mahal Bashiqit arriti që të zbut disavantazhin, patjetër duhet theksuar se figura më e ndryshme të vendasit në pjesën e parë ishte Muhamed Ali Janjeva, i cili u ngrit nga banka rezervë dhe realizoi 7 pikë, 5 kërcime, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur pa e humbur asnjë top të vetëm. Në anën tjetër, figura kryesore, figura qendrore Golden Eagle Lyllit ishte Jalen Nesbit me 7 pike, 9 kërcime dhe 2 asistime, ndërsa koshashënuesi më i mirë, lojtari më efikas të Golden Eagle Lylli, Jan Palokaj, i cili ka 10 pike, 5 kërcime. Natyrisht këtu, edhe pse i ka shënu vetëm 2 pikë, pa tjetër duhet përmendur Lis Shoshin, i cili bëri punë të hatashme në mbrojtje. Lisi pati, edhe pse i shënoi vetëm 2 pikë, pati 3 kërcime dhe 3 blokada, po ashtu asistoi 2 herë. Lis Shoshi, i cili pra po lufton i vetmuar si lojtar shtatlar si qendër, pasi po mungojnë Gzimorina, Imran Polutek dhe edhe Hasan Frenqi u lëndua sonte në fillim të ndeshjes, pra pa 4 lojtar shtatlar, natyrisht edhe Arjan Qallaku kishte lënduar shputën dhe po mungon javën e ardhshme kthehet sipas gjitha gjasave. Tentim atje në start të qerekut të tretë, heshti, edhe në fund u zgjua nga gjumi. Lis Shoshi e nis me treshe qerekun e tretë. Lekëndrejaj tenton të përgjigjet në anën tjetër, përgjigjet edhe Lekëndrejaj, treshe për treshe. 31-41. Dy fishohet atje Derek Wilson, ish lojtari Prishtinës, sikurse edhe Palokaj, luftë e madhe atje Nesbit me Lekëndrejajn, i vetmuar Palokaj nga distanca e madhe atje tenton, nuk realizon. Zakori, mirë po vetëm deri te Palokaj, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. Nëse s'gaboj ishte Muhamed Ali Janjeva. Po, Janjeva e ndali në mënyrë të palejuar Janin. Murat Bilge duke kapur kokën vazhdimisht. As pak nuk është i lumtur me mënyrën se si po luan skuadra e tij sonte. Vetëm 29% të efikasitetit nga loja për Sigal Prishtinën. Ja, këtu po shohim Hasan Frenqin, 31 me 43, realizon të dy gjuajtjet e lira Jan Palokaj, 12 pikë të tij. Lekëndrejaj me Mahal Bashiqin nga ana e kundërt në stilin e tij karakteristik. Mahal Bashiq për të ruajtur distancën prej 10 pikëve me rivalet. Kur atje në thellësi Shoshi, lëvizje mirë mashtruese Mahal Bashiqi. Atje kërkon faul Lis Shoshi. Kthehet dal nga dal në mbrojtje Lisi. Lekëndrejaj tentoi, nuk qelloi, e kap këtë top te Tavaresh dhe Mahal Bashiqi. Luan i fundit me top. Shpreha në fytyrën e Murat Bilges me të vërtet i shkreti s'ka çka me bo përveç me hy vetën lojë dhe me lujt. I zhgënyer plotësisht Nesbit.
Palokaj, Lekëndrej, po e ndjek në hap. Kemi një ndrim të zëvendësim të gabueshëm të lojtarë Lekëndrej me Nezbitin. Nezbit nga distanca në qintat e fundit të sekondës me hap prapa Gjuan Lanson qëllon për të rikthyer plus 2 majtëshin. Faul në sulm i Zakorit ndaj Nezbitit. Ankot atje në Zakor thot se e ka tërhequr për dorë mirë, po këtu qartë po shifët se shkoj Bryli në fytyrë të Nezbitit. Lojtari kryesori Golden Eagle Lullit, lojtari kur po thom kryesor mendoj lojtari më i dobishëm, aktualisht po luan me 2 nëntëshe të pikëve dhe kërcimeve, 9 pike 9 kërcime, do të kemi rishikim të kësaj situate. Pas rishikimit të situatës, referët Shabani dhe Gashi vendosen se është vetëm faul i thjesht, për arsye se nuk kishte tentim për goditje në fytyrë. Nuk kishte qëllim për ta goditur në fytyrë, por ishte mbrojtje, bërja e bllokut, pra mbyllja e lojtarit. Nezbit për Tavareshin. Janjeva, mbrojtje e mirë e ti, por edhe driblimi i bukur i Tavareshit, më larti në kërcim. Clark mirë po e pat se si e vodhi këte top Nezbit, në anën tjetër tenton hamen dhe topi atyra mos hyn dhe në mënyrë simpatike busjesh atje Liz Shoshi, thot me gjithat e hyri, 5 pikë të Lisit. Është kjo e 7 e ti në total për 33 me 47. Janjeva kërkon topin tani atje. Këtyr është Jan Palokaj, mbeti atje në mbrojtje përballë Mallbashiqit, 211 cm Mallbashiqi, 197 Palokaj. Dallim i madh në 7 lartësi dhe faulli ishte i natyrshëm. Zakor i vetmuar mbetet atje, tenton, nuk realizon dhe po duket se Lisi ishte ai fundit që luajti, po e pranon vetë edhe Shoshi. Shikoni vetëm atje fytyrat e Bilges dhe ndihmësave të tij Sulejmanit dhe Ibrahimit, totalisht të indisponuar. Zakor, luftana, çfarë blokade! Ja të ron Liz Shoshi, blokada e 4 të Lisit, monstruos, sonte i pa kalueshëm, tenton mirë, po sa radhe Donte Clark e shfrytëzon bllokun e bashkëlojtarit dhe realizon për 35 me 47. Përsa Lisi sonte si mur kinez. Tavaresh. Mbrojtje e mirë atje në Zakorit, Donte Clark shkon e luan me këmba atje, Palokaj fatkeqësisht për te hedhet në parket edhe Tavaresh, me të vërtet po luajnë lojtarët e Golden Eagle Lullit me mishe, me shpirt. 6 lojtarë po ju mungojnë. Pahiri, edhe pse Pahiri me nuk, edhe një herë kjo blokad e shpullavi atje Liz Shoshi. Tentimi Janjevës deri në fund e qet topin jashtë atje. Lisi po lufton me Mallbashiqin, i cili është më korpulent, lufton edhe një herë.
për këtë reagim, kërkojnë ndërshkimin e Luis Shoshit me teknike. Unë Evrikos natyrisht nuk e ka lehtë, të lëshojnë edhe nervat. Mori vrejtjen e parë. Kemi teknike për bankën e Prishtinës, e cila reagoi për shkak mos referimit të teknikës Luis Shoshit për shkak të atij reagimi. Realizon Nesbit. 35 me 48. Lisi reagoi se me të vërtet është lodh. Ju ka lodh shpirtin sonte duke luftuar i vetmuar me Mahal Bashishin, me Zakorin, me Rugovën dhe Janjevën. Nuk e ka as pak lehtë. Mahal Bashishi i sakt nga gjuajtjet e lira për 36 me 48. Të dy herët i sakt. Wilson për ballë ka Clarkun. Derek Wilson për Nesbitin. Zakor dhe Nesbit luftojnë atje. Edhe 9 sekonda për këtë sulm. Mahal Bashish ndihmon atje. Përbirohet Nesbit nga një pozitë e vështirë atje. Realizon 3 pikë për 37 me 51. Mahal Bashish lufton me tabel dhe realizon për 39 me 51. Është nxe atmosfera në 1 tetori. 5 minuta deri në fund çerekut të tretë, plus 12 për mysafirët. Palokaj. Shoshi për Wilsonin. Wilson nga distanca e madhe lufton atje Tavares me Lekëndren, i cili pozicionohet mirë, kërkon bilget që të shkojnë më shpejt. Lekëndria i vetmuar atje, Mahal Bashishi thot largohuni. Një ekstra lojtar nga pozita e lirë atje, tenton Lekëndria, nuk çëllon. Bukur e pan atje të vetmuar. 45 shkallë nga 4 metra, nuk realizon Lekëndria. Palokaj pick and roll, shikoni kur shkon atje Mahal Bashishi, kërkojnë faul. Palokaj dalet në mënyrë të paliuar në deportim. Shënimi nuk pranohet. Mahal Bashish, personale e tij është personalja e pare Mahal Bashishit. Fauli 4 i Prishtinës në çerekun e tretë dhe tani Shoshaj dhe Carter i treti. Të inkuadron në lojë. Clark dhe Lekëndrea largohen nga loja. Paloka i tregon në Wilsonin që sulmi duhet të shkoj ka hana e majt. Tentimi Nesbitit në anën e kundërt është Nesbit për sëri bombardon me 2-3 rresht për të rikthyer 15 pike përsi. Dum Nesbit. I hatashëm Nesbiti, 16 pike, 9 kërcime nga Jalen Nesbit. Mahal Bashishi mire pa Shoshan, i cili tenton të kundër përgjigjet, nuk arrin dhe faul në sulm i Mahal Bashishit, i cili e pranon. Shumë lojtar korrekt, po e ka dhe përvojën. Pat atje nga mrapa e shtyu Luis Shoshin, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. 7 pikë të Lisit, momentalisht. Largohet Mahal Bashish rëtullet për të pushu. Davis në lojë tani me një peshe më 7 shkurtër, luan me 3 lojtar të shkurtër Bilge, dëshiron që ta ngrit tempin pak, intensitetin e lojës. 39 me 56. 17 pike përsi.
Shoshaj pick and roll me Zakorin. Mirë po mbyllet mirë nga Lis Shoshi, me vërtet po bën punë të hatashme Lisi sonte. Mati nuk e kompa në kësi mbrojtje. Nga një pozit shumë e vështirë atje tentoj, nuk realizoj. Tavares ik në kundër sulm. Tavares është faul. Will Tavares ik në kundër sulm, e pret kontaktin me Janjevan, e ndron atje drejtimin. E tani kemi 19 pike përsi, 39-58. Edhe 3 minuta 9 sekunda. Nëse realizon edhe këtë gjuajtje të lirë, do të jetë kjo e përsia më e lartë sonte. E bën këtë Tavares 39-59. Pas ati rezultatit prej 39-51 e kemi një seri prej 0-10. Pas atyre 2 tresheve të Jalen Nesbitit, i hatashëm Nesbit, i mbrojtje Lis Shoshi, i cili po lufton, edhe Nesbiti po ndihmon. E tani e ndal Jan Paloka, ja Derek Wilson, e ndalin lojën tani, do të shkojnë me sulme të gjata si pas gjitha gjasave. Nesbit mangët në anën tjetër, gabim në hapa i Palokajt. Është ky topi treti humbur i Janit, i cili ka 12 pik dhe 5 kërcime. Jalen Nesbit, figura kryesore të Golden Eagle Lulli, me double-double tashmë, 16 pike, 10 kërcime. Janjeva, kemi mbrojtje zonale tani të skuadrës së Yllit, tenton nga këndi, atje nuk ka shënim, lufton Lis Shoshi me Zakorin, edhe një kërcim i Lisit, është ky i pesti. Natyrisht me Nesbitin në tandem po mundohën në qendër atje të bëjnë maksimumin në munges të 4 lojtarëve 7 lartë. Edhe 4 sekonda, Palokaj tenton për 3 pik, me tabel nuk ka shënim. Vetet 20 pike përsi, edhe 1 minutë e 49 sekonda për rekullia atje. Carter mbi Lis Shoshin, a realizon për të zbut në 18. Artin Gashi do të inkuadrohet në loj, në vend të Lisit sigurisht, sepse me të vërtet prej ecjes së Lisit po shihet që është lodhur. Tentimi Nesbitit për 3 pik. Luan me këmbë Derek Wilson. Apo jo, Nesbitit do të largohet nga loja për të pushu pak. Artin Gashi në vend të Nesbitit. Po bon rotacion Alesh Pipan me Artin Gashin. Time-out ka kërkuar Murat Bilge, që ky time-out po mduket që më shumë do t'i kryen punë Yllit. Vërtet e ka bankën shumë të shkurtër Golden Eagle Ylli, po e bën maksimumin me lojtarët të cilët i ka në dispozicion. Është duke luajtur sonte me 7 lojtarë maksimum, nga njëherë edhe Armstedin. Alesh Pipan. Këtë 18 pike përsi edhe 1 minutë e 21 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Në anën tjetër, një konstante prej 10-11 pikve e Peës ndaj Borës, 52 me 43 aktualisht, edhe atje është diku rreth 1 minutë deri në fund të çerekut të tretë. Janë këto 2 ndeshje të cilat e përmbyllin xhiron e 24-të. Mbrëmti u rikujtoi Trepça Vllaznimi 63-59 dhe Bashkimi Proton Cable Prizreni 83 me 70. Jo, në ashme në kuadrë të gjirosë 25, do të kemi shumë ndeshje interesante. Pra, Bora e pret në po këtë palestër Bashkimin,
Ylli në Therande pret Pejen, sa Sigal Prishtina të dielën do të ndeshet me Trepçën El Clasico, e cila do të jetë ndeshje shumë e rëndësishme për këto dy skuadra. Topi hyn e del atje, faulli Tavareshit. Dueli dy 11-sheve, Davis dhe Tavaresh, i cili shkakton faul, do të jenë dy gjuajtje të lira për Jordan Davisin. I koncentruar maksimalisht Davis, e huq, 50% e efikasitetit ka Davis në Superligën e Kosovës nga vija gjuajtjeve të lira, zakonisht e huq të parën e qëllon të dytën, të shofim a do t'i qëndron Besnik, po, i qëndron Besnik. Efikasitetit të ti. Tje lufton Derek Wilson. Artin Gashi e ka përvojën natyrisht në atë limën e tij. Shikoni se si e mban topin fuqishëm atje Derek Wilson. Carter pranë tij, Derek Wilson. Për mrekulli atje Treshi kundër 33-shit, shënon dyshe për 42-61. Lëvizje bukur mashtruese e Wilsonit, krijoi distancë dhe e shfrytzoi atje për 2 pikshin e tij. Lek Andreaj. Mbrojtje e mire Derek Wilsonit, topi i kthehet atje Artin Gashit, 42-61 dhe kërkon atje Alesh Pipan që Palokaj të shkon me sulm të gjatë, mos të ngutët. Palokaj i ka 12 pik, 2 treshe nga 8 tentime. A do të shkon me treshe apo jo, po mdoket që po don me shku me treshe. E bën këtë dhe në çfarë mënyre. Aj. Tentim për 3 piki Davisit, nuk do të pranohej koshi edhe njëherë Palokaj mbi Muhamed Alianjevën, i cili e ngriti dorën atje mirë, po treshja e tretë sonte e Janit nga 9 tentime, 15 pik të ti për 22 pike përsi. E përsia më e lartë deri tash, me të vërtet 42-64, një shfaqje katastrofale e Sigal Prishtinës, nga 46 tentime nga loja, vetëm 14 herë kanë qelluar lojtarët vendas. Me të vërtet kësi efikasitetit të dobët të Prishtinës, moti nuk kemi pa. Në anën tjetër, 51% të efikasitetit nga loja tek Golden Eagle Ylli, 8 treshe nga 21 tentime, në anën tjetër kemi vetëm 3 treshe nga 15 tentime. Pra po i shifni edhe statistikat. Kundër sulmet e shpejta të Golden Eagle Ylli, topat e vjedhur kundër sulmet e shpejta dhe 3 pikshat, faktikisht ato elemente të cilat me cilat edhe Alesh Pipan është duke godit Murat Bilgen, që nuk po arrin të përgjigjet dhe nuk po e shfrytëzon mungesën e 7 lartësisë. Ja, Murat Bilge atje i ulur në karik. Kok ullur, nuk po kupton se çka po ndodh. Në vërtet nuk e di, një shfaqje fenomenale e Golden Eagle Yllit në mungesë të 3 gjigantëve, Imran Polutakut, Hasan Frenqit dhe Gzim Orinës, edhe Arjan Qallaku po mungon sonte. 4 lojtar shumë të rëndësishëm. Kapi vjedhur. Faul si duket i Gjoshen Zakorit, po, ndaj Derek Wilsonit, i cili vjedhja top që në start gjatë rivënjës topit nga Prishtinasit. Edhe njëherë Derek Wilson me të vërtet, edhe kur ka qenë të Prishtina, një playmaker fenomenal. Carter dhe Davis në kras, sa bukur atje Shoshi, lufton atje Lek Andreja, vjedh këtë top, Janjeva kundër sulmi shpejt.
Lekëndrej për Davisin, lëvizje mashtruese ti dhe gabim në hapa nga Jordan Davis. Mbetet 42-64, rezultati i tre çerekëve të parë. Paljoka i pranti është Carter. Shkon atje për të ndihmu dhe shkakton personale në Zakor. Personalja e 4 të Joshua Zakorit. 4 personali ka edhe Davis. Shoshi edhe njëherë tenton për 3 pikë nga distanca, nuk qëllon. Mbetet plus 22 e përsia më e lartë. Pra në takim tentim për 3 pikë. Po ja Paljoka i më i larti në kërcim dhe tani e pret atje. Tavareshin e thot merret i topin dhe udhëheqe për shkurt. Wilson është në shef atje në kënd. Paljokaj me pick and roll me Liz Shoshin, shkojnë me Usa bukur në thellësi, tandemi Paljokaj Shoshi për LA Hoop dhe 24 plus. Liresh mund të konstatojmë. Opa. Apo jo, vetëm patika ju ka zgjidh. Liz Shoshit tash mos u lëndua dhe Lisi. Wilson i ndihmon. 8 minuta 27 sekonda deri në fund të këtij dueli e përsia maksimale deri tash e mysafirëve, të cilës pat shfaqjes fantastike javën e kaluar në 13 qershorin Therand, kur e mposhtën Trepçën edhe sonte kundër Prishtinasve, 2 top ekipeve në elitën e basketbollit kosovar. Po luftojnë në mënyrë fantastike. Wilson përkundër mungesave, duhet të nkte. Qallaku, Pollutak dhe Morina, dhe në fillim të ndeshjes u lëndua dhe French. Gashi me shpinë atje, Gashi tenton, nuk realizon, por Liz Shoshin, çfarë mënyre. Atje lirisht mund të konstatojmë si mbashqet babës, askush nuk po e bllokon, askush nuk po e mbyll. Lisi edhe kështu i lodhur, po e bën të vetë. Ufa, çfarë huqe nga Lekëndrej. Paljokaj 26 plus është e përsia më e lartë. Faul i Janjevës ndaj ish-bashkëtarit të tij te Prishtina, Janit, Paljokajt. Tremblet pike, 6 kërcime, 2 asistime, 4 blokada. Liz Shoshi sonte gjigant. Me të vërtet, mendzi po merr frym, me shpirt është lodh, por sonte nëse e kishim notu prej notës 1 deri në 10, sonte Liz Shoshi e meriton 11. U mundua që të plotësoj mungesën e 3 lojtarëve të qendrës, Morinës, Pollutakut dhe të lënduarit në fillim të ndeshjes Hasan Frenchit. Dhe këtë lirisht mund të konstatojmë se e bëri me shumë sukses përballë Mahal Bashiqit, Zakorit dhe në disa qaste pra rrugovës e Janjevës, e cilët u ndroshin. Natyrisht duhet përmendur pa tjetër edhe Artin Gashin, i cili po e zaventson Nesbitin dhe Liz Shoshin për t'i pushuar. Nesbiti momentalisht e ka meritu pushimin. Pushim mëse i merituar për lojtarin më të mirë në parket me 16 pike, 12 kërcime të Golden Eagle Ylli. Wilson e këthen të Tavares, tenton për 3 pikë,
tenton nuk realizon. E tani minutat për Nesbitin, ka pushuar mjaft. Vjen Davis atje, falni, Carter me treshe për 45 me 68. E zbut pak të disavantazh. Palokaj. Luan 1-1, do të shkon deri në fund me sulm. Palokaj depërton, nuk realizon. Malbashiqi por Janjevën kundër sulmi shpejt i Janjevës. Edhe njëherë Carter tenton për 3 pikë, nuk realizon. Gashi për Palokajn. Topi shkon te Wilson. Gjithë Shoshi. I shmangët atje pa problem këtij presingu. Carter është pranë Wilsonit, edhe një repat se si është rëngon topin fuqishëm atje me 2 duar Wilson. I fort Tavares atje ndalet në mënyrë të paliuar nga Janjeva. Edhe Janjeva me 4 personale, lojtari i tret me 4 faullat të Sigal Prishtina. Nesbit do të inkuadrohet në lojë nëse Artin Gashi i realizon të 2 gjuajtjet e lira. Artin Gashi nuk është në vinë gjuajtjet e të lira që ato u befasova. Tavares duhet të jetë ai i cili i ekzekuton. E huq herën e parë në ekranin të juve ndihmësi i Pipanit, Ndrit Elshani, i cili në atë fazën kalimtare nga trajneri Owens te Pipani e udhëhoqi me sukses skuadrën e Yllit, edhe të bëri punë të mirë. Tavares shkakton personalin ndaj Donte Clarkut. E tani Nesbit në vend të Tavaresit, i cili shkaktoi personalin e 4. Po e ruan Pipan për fund, do t'i duhet përsëri Clark. E faul në sulm Donte Clarkut ndaj Jalen Nesbitit. Espastre nga parketja atje. E pak sekonda dhe për Norik Binqen e ri. Ka mbrojtje të mirë Binqen, me të vërtet sonte ka meritu që të luan. Edhe Norik Binqen sigurisht se do t'ishte shumë më produktiv, me energji për të luajtur mbrojtje. Tenton atje Nesbit e shpëtu dhe e shpëton këtë sulm. Pressing Liz Shoshi përsëri nga një pozitë e tij. Realizon Liz Shoshi 15 pikë, aq sa i ka Palokaj, 16 i ka Nesbiti. Që ka realizuar double-double, 16 pikë, 12 kthime deri tash. Carter edhe një herë tenton për 3 pikë dhe drejtet e vendi. E zbut në 48 me 70. 2 treshe rresht nga Carteri. Janë pikët bukur atje. Wilson i shmangët presingut. Artin Gashi po shkojnë me sulme të gjata lojtarët e Golden Eagle Yllit. Wilson është atje. Lëvizje mashtruese e tij. Artin Gashi për mrekulli. Jalen Nesbit asiston. Artin Gashi rastin nuk e lëshon. Realizon 48 me 72 plus 24, edhe një tentim për treshe, huq krejt atje. Kësaj radhe Carter, airball i tij. Murat Bilge është dorëzu. Po e shihni atje. Këm krysh, kom për mi kom, edhe vetëm po shikon seri me sy.
Gashi pranë Binqës. Luan mbrojtje Binqe, por i vetmuar sepse gjithë të tjerët spektator, ndërsa Artin Gashi realizon për të rikthyer përsinë maksimale sonte prej 26 pikëve. Janjeva tenton me treshe, me tabel atje. 3 tresher është të Prishtinasve, 2 nga Kartere, 1 nga Janjeva. Apo e pas ka Shkelvin? Jo, nuk është treshe e Janjevës, është dyshe. 50 me 74. Janjeva largohet nga loja. Në loj kthehet Lekëndre, ndërsa në vijin e gjuajtjeve të lira do të jetë Nesbit. Pika e 17 e Nesbitit, 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. 17 pikë, 13 kërcime. 18 pikë, 13 kërcime, ka dhe 4 asistime, 1 top të vjedhur, pa e humb asnjë top të vetëm. Momentalisht me një indeks fenomenal prej plus 31. Sa bukur atje e pa korridorin, shkoj deri në fund dhe realizoi Clark. Paloka ja bën me di atje Artin Gashi që të shmangët bukur atje, lëvizin me top në brendi, si po e lëvizin topin për mrekulli lojtarët e Yllit, po e shofin Artin Gashin e vetmuar në brendi, po e furnizojnë me topa. Pika e 8 e Artinit, tentim për treshe, tani me treshe po tentojnë lojtarët e Prishtinës me u afru. Palokaj depërton, është ky faul. Carter i treti. Ankohet atje që nuk bëri faul. Shpjegohen atje Carter dhe referi Artan Gashi, ndërsa Jan Palokaj e huq tentimin e tij të parë. 15 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, 1 top i vjedhur nga Jani sonte. Është kjo pika e tij e 16. Me të vërtet shfaqje fenomenale e treshës startuese Palokaj, Nesbit dhe Shoshi. Tentimi Dion Sheqirit për 3 pikë tani. E ka dorën e butë, mirë, po jo kësaj. Opa, për pak autokosh atje nga Nesbiti. Shpejt lëviz topi, Artini ditë të qëllon për këtyme situatave, kësaj radhe jo. Edhe përveç treshës startuese, edhe Artin Gashi ishte fenomenal. Wilson atje kërkon faul, Karteri i tret. E zbut në 55 me 79, shkojmë me sulme të gjata. Jan Palokaj për Nesbitin, me të vërtet është në prag të fitores së dytë ndaj 2 top skuadrave të Pro Credit Superligës, Golden Eagle Ylli. Një fitore, opa, edhe treshe dhe lirish mund të konstatojmë se kjo ishte goditja vendimtare nga ish-lojtari Derek Wilson. 57 me 82. 25 pike përsi, 2 minuta loj. Fitore Golden Eagle Yllit e dyta është pas fitores ndaj Trepçës në 13 qershori. Jan Palokaj tenton me treshe, nuk realizon, Sheqiri më i larti në kërcim. Edhe Tavares do të inkuadrohet në loj. Clark realizon dhe tani do të kemi ndrim të lojtarve. Armstead në vend të Jan Palokajt. Duar trokite për Janin edhe për Lisin, i cili me të vërtet ka luftu sonte si burat. Shpirti i ka dal. E ka plotësu mungesën e 3 lojtarve 7 lartë. Imran Polutaku dhe Gzim Orina, si dhe Hasan Frenqi të lënduar në fillim të ndeshjes. Lis Shoshi 15 pikë, 6 kërcime,
3 asistime dhe 4 blokada, ka bërë punë të mrekullueshme në mbrojtja Artin Gashi, depërton deri në fund, i fuqishëm, i pandalshëm, realizon dhe bëhet lojtari i 4 të Golden Eagle Lulli me pikë 2 shifrore, një mbrëmje spektakolare e Suarekasve. Golden Eagle Lulli me një fitore të madhe në mungesat të mëdha në skuadër. Për kundër këtyre mungesave, sonte ky njeri së bashku me Nezbitin dhe Palokajn edhe Artin Gashin, sonte bën punë të mrekullueshme dhe i sollën fitore Golden Eagle Lullit. Është kjo fitoria e 11 këtë edicion dhe me këte paka shumë Golden Eagle Lulli edhe e blindon pozitën e 6 dhe jep fund dilemës se cila nga skuadrat Bora apo Golden Eagle Lulli. Opa, blokada tje Derek Wilsonit për Vinces, cili tentoj të ngulit, mirë po Derek Wilson ishte më i lartë atje, e blokoj sekundat e fundit, 85 me 59. Vetëm po presim rezultatin final dhe përfundimin e këtij dueli. Tavares, Nezbit, ndalët dhe përshëndetën skuadrat. Çdo gjë merr fund këtu. Pa hiri është kjo, si do qoftë rezultati final 85 me 59. Shumë shpejt do të jemi me intervistat e 2 trajnerve. Fitore spektakolare e Golden Eagle Lulli 85 me 59. Pa dyshim duhet lavdruar lojën e Lis Shoshit, Jan Palokajt, Gjellën Nezbitit dhe Artin Gashit, 4 lojtarëve të cilët realizuan pikë 2 shifrore.